Genti, si a dole të mbjetosh tek shkolla Partizani? Pa u infektuar me të kuqa. Apo çdo mëngjes ndoshta mund të bënim edhe abdes para hyrjes që të mos ndikohej shpirti i Tiranës. Duke qenë se jemi një lagje që njihet në kryeqytet si mbështetës i skuadrës së Tiranës, të tilla ndryshime apo vendosje emrash, qoftë të shkollës Partizani apo edhe të shkollës Kuqe, ka ndodhur pas krijimit të sistemit. Jo fort të dashur për shqiptarë. As pak fare. Nuk tentoje që të zgjidhje shkolla të tjera vetëm sepse kishte këto logo apo? Jo, nuk ishte brumsuar akoma aq fort. Përveç kësaj, po nuk, duke qenë se ishte një institut arsimor, kështu që kishte pak rëndësi për mua. Okay. Mirë, po nëse do të luaje një ditë për Partizanin, a do ta sabotoje nga brenda? Është një diçka për cilën nuk kam pas asnjë pije dyshim që po në karrierën time që sado e madhe apo komprometuese të ishte një lëvizje e tillë, nuk ka shanse. Vërtet? Po. Pra asnjë gjë mboll? Asnjë gjë. Vetëm se kanë ato logon kaq? Po s'është thjesht logo.